Ama që bë? Po që bë, me shtypet u bë. Pse? Po këto nominimet, siç po thoshim dhe që parë ishin kështu si të papritura për kaq shpejt. Edhe nominim pas nominimi, si me thënë, sepse të nominuarit do nominojnë edhe dy të tjerë që do i marrin me vete. Po. Edhe nejse, gjë që s'e ndodh më parë, si me thënë, këta që hyn edhe bën gjithë si Po mirë, këto janë gjetjet e produksionit, janë lojërat, okay, bën sens. Kjo bërja si njisha që me demek nuk e dinin se kishin parë shumë, ndërkohë që kanë ndënjur aty jashtë duke pritur ditën që do futen, duke parë 24 orë gjithë dinamikat, edhe nuk ka problem, po pse se thonë, domethënë çka ka për mos ta thënë. Jo se lexohen. Janë të lexueshëm pasaj. Po shpjellimi bëjnë kështu sikur janë të zgjuar, që të duken sikur janë të zgjuar. Mua personalisht më duket e padrejtë që t'i japësh mundësinë për shkakun dikujt që vjen nga jashtë dhe të bëj këtë lojën, sepse di çfarë po. Duket pak e organizuar, domethënë organizuar, nuk po them që ka organizuar produksioni, po I jep një as në dorë shumë të fortë këtyre njerëzve. Ajo që më bëri për Ra Monika, ë? Po pra, sigur s'ka internet. Monika ngriu. Po edhe ra ngriu tamam. Po Meridiani, Arbri, Meridianin. S'të di. Arbri, Meridiani nuk e di ku është. Ky Arbri. Aty shkruaj ti ke grupi. Futa, duhet të ketë bërë. Arbor. Duhet të ketë bërë se duhet të çosh dhe ke requestet gjithmonë, jo vetëm. Po. Është ja. Ka që përtasin akoma ato çunat e tua. Çunat e mia këtu për dalë. Hello guys. Punohet aty, punohet. Punohet që të çojmë nesër, përfiton një çik. Dhe të shkojnë pak të gjithëve çdo të ndodhi nesër Trini. Agency, çfarë bëhet aty? Hey, hello. Monika, shiko çfarë sa bukur është kjo foto ja këtu. Pëlqen? Ha? Jo, okay. Më vdiqet ku më keni gjetë me ato balluket. Na nisi foto. Hajde do t'ju nisu një foto. Mirë. Momentalisht duar. Tani për gjithë ata që duan të dëgjojnë më shumë, do bëjmë nesër disa super komente që do t'i hedhim edhe patjetër në YouTube, që do i kemi më të sakta për atë që ka ndodhur në Black Light Media, në faqen në kanalin online, kështu që harrova gjë andi? Okej. Dëgjon, tani një koment për atë që ndodhi sot. Unë një gjë nuk kuptova, ose ndoshta këto janë paprituar. Eugini aty më ka ngelur mendja mua. Pse nuk zgjodhi Ilirin? Po pse duhet zgjidhte Ilirin? Nuk e di. Kristin. Jo Kristin, jo. Ilirin. Jo, pse nuk zgjodhi për ta shpëtuar Ilirin, thot. Për ta shpëtuar. Ndërkohë që u takuan gjithë mall e dashuri, si korçar që janë, si korçar që janë, por nuk e di pse, ose ndoshta mos I remenja për atë bukuroshën. Të qiu kena, po. Se brikena është sopa e yllit. Se dihet, nuk e paragjykojmë asnjë lloj po nuk e fu të re për shembull që nuk ishim më afër kur u kthye. Ai ishte afër brikenës, iku Iliri, nuk ishte më ai që e shikonte kështu. Në fakt, dëgjoj, Monika, nëse do ndodhte një çift aty, do ishte ky. Do ishte çifti më interesant. Po mos e quaj çudi, ai po I shikonte. Jo, asaj u bë qefi shumë fakt për këtë zgjedhjen që bëri Eugini. Shiko, Brikena ka thënë që dua një djalë të thjesht, nuk e dua nga këto me lek, me kështu me gjëra. Ja, ka thënë Lorna atë duket. Jo, e ka thënë Brikena. Brikena. E pari lindur në Korça, Mano se juglindja e tëra njësoj është. Po Gradec, Korçë. Po Bajamja ka filluar ka kriju shumë konflikte në shtëpi, ëh? Po se unë nuk ja fiksoj dot emrin Kristi aty, për mua është Bajamja dhe pikë. Bajamja po I tha, unë të kthej në lajm. E theme për Këdhelin, kuptimin që s'ka asnjë lloj kështu. Ai e bëri zhurmën, sido që tjetë për mua, pavarësisht se ju dha një shans shumë I madh nga vllai I madh, por zhurmën e bëri shumë të madhe. E krijoi atë ngjarjen. E krijoi ngjarjen. Edhe në Big duhet të krijojë ngjarje. Dhe kur krijojë ngjarje, fillojnë debatet. O Monika,
Me që ti e një Eugjinin nga afër, I gjatë është ai apo I shkurtër? Nuk është shumë I gjatë, nuk tek Po, mesatarët, absolutisht. tek mesatarët. Po thoshin këtu si do lidhen ata të dy se brikenash e gjatë ai. Po s'ka, thuaj, zemra s'ka në rëndësi, thuaj, nuk ka rëndësi gjatësia. Ja se flet ulkonja plak këtu se. Kam qenë e gjatë gjithmonë, edhe s'është e thënë. E ke vujt? E ke vujt dhe sa, S'është e thënë fare, s'ka lidhje fare me gjatësinë pëlqimi. Zemrat nuk duhet të jenë të kenë distanca, ose gjatësillësh. Tani sikur mori formë shtëpia më shumë, ë? Tani them që do filloj çik debati, sepse mos haro. Edhe kjo goca e re që zgjodhi, do ke debat me këtë vajzën, si quhej kjo Bjondja. Aty Bjonde janë gjitha, po kjo që e zgjodhi që I tha në eliminim. Kjo Lorna? Lorna. Po. Do ke debate me ajo goca ishte përgatitur për një debat fort me këtë. Është artikuluar se unë kam ndjekur që ditën e parë që hyri. Është gocë artikuluar, ka filluar të bëj debate që në fillim, po ka një lloj të vetë ndjeri pak që e bën pak jo simpatike, se s'do të them antipatike, domethënë. Ky muhabeti I gjatësisë I përfshirë gjithë komentuesit. Aty u kanë gjetur filmet gjithë. Aty ja themin ty gjithë komentuesve që unë dhe Drini kemi gjithë jetën që njihemi, jemi të dy të gjatë, po s'ka pëlqyer ndonjëherë njëri tjetri. Ja, pra s'ka të bëj fare. S'ka të bëj gjatë. Mirë, do luaj me simetrikat, me figurat, I thuaj, mos kini merak, thuaj, vetëm ta kenë atë bill me njëri tjetrin pa. Vetëm si është puna e artikulimit, kur njeriu është artikuluar, ky djali verbër ka një artikulim të jashtëzakonshëm, ë? Shumë ka punuar në Top Albania, Modrin. Po mirë, sa punojnë në Top Albania, po në radio nuk punon dot, po nuk patë artikulim, televizor okay. Po jo, nuk është vetëm te rrjetshmëria, tek logjika. Jo, te logjika. Është po pra, domethënë flet mirë dhe flet bukur dhe s'flet dalliqe. Filloj. Hajde do shifemi për sonte dhe takohemi nesër. Natën. Ciao, gjithë.